Produktet ushqimore u kanë kushtuar shtrenjtë konsumatorëve vlonjat në prag të festave të fundvitit, ku çmimet e produkteve ushqimore kanë qenë relativisht të shtrenjta dhe pak të përballueshme për të gjitha shtresat ekonomike të popullsisë. Në një vëzhgim të bërë ditën e sotme në tregjet e qytetit, konsumatorët konfirmojnë se çmimet nuk kanë pësuar ulje, ndërsa ato vijojnë të jenë të shtrenjta edhe në këtë fillim vit. Të vetmet produktet të cilat kanë pësuar një ulje të lehtë janë disa perime, ndërsa vijojnë të jenë të shtrenjta frutat. Fakt ky i konfirmuar edhe nga vetë tregtarët. 1000 lekë thonë këta ja. Shtrenjtë ishin. Të njëjtat janë, as ndryshime asgjë. Kush ka i përballon, kush ka nuk i përballon me të keq. Çimet të shina, sidomos frutat e sarabate shumë të rëra. Për i bëret janë të shtrenjta, të shtrenjta dhe para vitit 3 dhe tani. Njësoj për njësoj. Ku i ulin këta tani mbas vitit 3 si ulin? Një lloj janë. Frutat janë çik me ngritje, kurse gjërat e tjera janë ashtu siç kanë qenë. Aktualisht çmimet e produkteve ushqimore vijojnë të jenë të shtrenjta edhe pse në masën prej 70% tregu mbizotrohet nga produkte vendase. Megjithatë, çmimet e produkteve ushqimore ngelen të përballueshme me vështirësi për konsumatorin vlonjat.